Lajmi që një nga banorët është larguar sërish nga shtëpia e Big Brother ka habitur të gjithë njerëzit që e ndjekin këtë emision. Bëhet fjalë pikërisht për Ilir Vrenozin, një nga banorët më të parapëlqyer për publikun. Fillimisht ai ishte më gazmor, bënte më shaka dhe debatonte me të gjithë. Megjithatë, me kalimin e kohës dhe javëve, kemi parë Ilirin që ishte shumë i lënduar apo edhe i qetë dhe shpeshherë zinte dhe gjumi. Kam përshtypjen se kjo ka të bëjë edhe me moshën e tij dhe ai nuk është i gatshëm që të përballojë të gjithë të rinjt aty brenda dhe të gjitha rregullat apo vështirësitë që sjell loja e Big Brother dhe ajo shtëpia aty. Megjithatë, Iliri ja ka dalë që të marrë dhe fitoj zemrat e publikut, mirëpo ditën e sotme ka shprehur që nuk ndihej mirë dhe nuk mund ta vazhdonte më këtë lojë. Prandaj edhe ka lënë garën dhe ka hequr dorë nga çmimi i madh, duke ikur në shtëpi pranë bashkëshortes së tij. Banorët janë rënditur shumë nga kjo gjë, sidomos Tenaldo, i cili e ka përqafuar Ilirin duke qarë me lot në sy dhe i ka thënë që dëshiron dhe ai të largohet, por Iliri nuk e ka lënë. Sipas Tenaldos, qëndrimi i tij në shtëpi nuk ka më lidhje apo nuk është më i rëndësishëm pa Ilirin, ndërkohë që Iliri e ka shtyrë atë që të bëjë lojën për të dhe për Stinën që u largua. Nuk dihet nëse kjo është arsye e vërtetë e Ilirit, megjithatë ai ishte shumë i prekur dhe me lot në sy gjatë kohës që po takonte banorët dhe po largohej. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.